Më vlan, skuadra duket shumë e disponuar, sot ditë feste, por vazhdojmë punën, si e përshkruan atmosferën në ekip? Po sot jemi edhe më të disponuar për shkak të festës të Fitër Bajramit, ku u uroj të gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit dhe vim nga disa ndeshje shumë pozitive në kohën e fundit. Partije shumë e rëndësishme për ne. Në aspektin e kupës, sepse ishim shumë të fokusuar në kualifikim dhe jemi të kënaqur se jemi në 2 fronte këtë vit dhe do shpresojmë deri në fund të marrim të dy fronte. Nesër na pret përballje me Makedonia Gjorgje Petrovin. Si duket skuadra në aspekt, dihet që gjithmonë mos vise përsëritemi kërkojmë maksimumin, por besoj që këto ndeshje kërkojnë një qasje tjetër në aspekt vlerësimit psiqik. Po patjetër se çdo ndeshje ka vlerën e vet dhe ne e bëjmë ndeshje për ndeshje, fokusohemi ndeshje për ndeshje, edhe pse kemi patur ndeshje shumë të ngjeshura ndërmjet, por përsëri jemi okay dhe kemi arritur shumë objektiva deri tani. Dhe tani besoj do jetë edhe pak më lehtë për ne sepse do jemi javë në javë dhe do kemi më shumë kohë për të përgatitur dhe mos të lejmë rastësisht asgjë, të japim maksimumin deri në fund. Si arrin skuadra tuaj fokusin duke ditur që në këtë moment jemi ekipi vetëm që është në garë për 2 trofet, edhe kampionatin edhe kupën? Po më shumë besoj te grupi që jemi një grup shumë i mirë dhe punojmë shumë mirë dhe jemi të bashkuar më shumë se kurrë dhe japim çdo kush jep maksimumin, qoftë 1 minutë, qoftë 90 minuta dhe jo rastësisht janë këto rezultate. Në aspekt disiplinës ushqimit, keni patur ndonjë tolerim sot për baklava, bajram? Po patjetër jemi sheqerosur. E meritojmë këtë, vim nga Ramazani dhe pak të kompenzojmë rezerva dhe fillojmë përsëri me dietat tonë.